gjepsese, por kemi dhe njerëz mikpritës, kemi dhe njerëz të qytetruar, njerëz që din të organizohen, njerëz që din të vlerësojnë natyrën. Prandaj kemi parë një mobilizim të jashtëzakonshëm në mbar Europën, në mbar botën këto ditë, ku po e vlerësojnë këtë protestë si të jashtëzakonshme. Në fillim thonë për ditë me radhë që janë ngritur kundër një resorti, por falë qëndresës tonë, prej 26 ditësh kemi arritur të çojmë zërin ton edhe përtej Shqipërisë për t'ia thyer gjithë imazhin e një kryeministri të mirë këtij kryeministri të keq. Prandaj është berruar sepse tashmë edhe ndërkombëtarisht e kanë marrë vesh se ky qeverisë keq, se është një kryeministër i korruptuar.